Drejtuesi i Departamentit të Shëndetësisë NPD, Ilir Ali Mehmeti, gjatë një deklarate për mediat u shpreh se rikthimi i shërbimeve të hemodializës në administratën e shtetit po shoqërohet me një tender të ri me vlerë rreth 50 milionë euro për 4 vitet e ardhshme. Sipas tij, ky proces ka ngritur pikpyetje serioze lidhur me transparencën, kostot dhe përfituesin e kontratës. Ali Mehmeti i kërkoi ministres së shëndetësisë të sqarojë se çfarë po merr konkretisht shteti në dorëzim pas përfundimit të koncesionit 10 vjeçar, se është e nevojshme një kontratë e re shumëvjeçare dhe nëse tenderi i ri po përgatitet në funksion të njëjtit operator privat. Sipas dhënave publikuara, OSHIS-ja ka planifikuar një procedurë me vlerë 50 milion euro për shërbimin e dializës në 5 spitale publike të Shkodrës, Lezhës, Korçës, Vlorës dhe Elbasanit për periudhën 4 vjeçare të ardhshme. Me 12.5 milion euro në vit, kjo është në fakt një kosto shumë e lartë dhe më e lartë se sa kontrata 10 vjeçare e koncesion dializës më parshëm. Pra në vend që pas 10 vitesh koncesion, shteti ta marrë shërbimin dhe ta administrojë me kapacitetet dhe pajisjet që duhet i trashëgonte nga privati, po përgatitet sërish një kontratë shumë vjeçare me kosto dhe barë të lartë financiare për taksapaguesit shqiptar. E prandaj ministri Sala duhet dalë e duhet sqarojë. Ku është shtetëzimi? Nëse shërbimi, pajisjet, investimi apo reinvestimi i kalojnë shtetit, përse shteti duhet shpenzoj 50 milion euro të tjera për ta nënkontraktuar për këto 4 vite? Përpara se qeveria t'jap një tjetër kontratë shumëvjeçare, duhet bëj transparencë. Çfarë po merr realisht shteti pas 10 vitesh nga koncesioni i parë? A është kjo një mënyrë për të mbuluar shkeljen e kontratës koncesionare, mos investimin, abuzimin me pagesat për shërbimet e pakryera e shumë probleme tjera? A është realizuar 100% reinvestimi parashikuar në kontratë? Më tej Ali Mehmeti u shpreh se SPAK nuk mund të heshtë më dhe duhet të hetojë të gjithë zinxhirin e këtyre procedurave. Ai theksoi se përpara se një kontratë tjetër shumëvjeçare t'i japë privatit 10 miliona euro të tjera, sipas tij duhet të hetohet si u dha dhe si zbatohet koncesioni i parë.